Shikues të Alert, mirëmbrëma. Përshëndetje nga televizioni Ora News. Ky është programi i radhës dhe si gjithmonë, si çdo të premte, trajtojmë tema që kanë lidhje me konsumatorin. Sot jemi dedikuar qumshtit dhe në fakt do t'ju a them arsyet. Prej disa muajsh ka nisur një fushat për të luftuar informalitetin, paktën kështu u tha fillimisht nga kryeministri, më pas ministra e aso kohe e bujqësisë zonja Anila Denaj, për luftuar informalitetin në produktet me origjinë shtazore, pra qumësht dhe nën-produkte, mish dhe nën-produkte. Por duke që efektet nuk janë aq të dukshme. Nëse shohim rrugët e Shqipërisë janë të mbushura me qumësht rrugë, qumshtin e fshatit që i themi ne, apo dhe produkte tjera, nën-produkte qumshti, gjizë, djath, vezë që shiten lirshëm në tregjet e frutaprime, në trotuar, në rrugica, në të gjithë Shqipërinë, aq më keq kur qytetarët viaçojnë edhe në shtëpi me porosi. Por përveç këtyre, ajo që është më problematike dhe më skandaloze është tregtimi i këtij produkti, pra i qumshtit të fshatit, një produkti totalisht pa kontrolluar, të rrezikshëm, jashtë çdo zinxhiri kontrolli apo formalizimi në markete të ndryshme. Në markete të cilat kanë nipt, sepse gjatë gjithë kohës autoriteti kombëtar i ushqimit apo institucionet tjera kanë deklaruar se kanë objekt inspektimi vetëm subjektet që kanë nipt. Pra, ata individet që tregtojnë qumësht fshati në rrugë nuk kanë nipt dhe sipas tyre nuk mund të largohen nga rruga. Por ajo çfarë po ndodh si fenomen kohët e fundit është një tregtimi i këtyre produkteve në markete të licencuara, në markete që kanë një nipt, janë objekt kontrolli, tregtojnë qumësht me etiketë, qumësht kontrolluar, apo dhe produkte të tjera, të çfarëdo lloj natyre qofshin, tregtojnë në frigoriferet e tyre edhe qumësht rruge, pra një element skandaloz i sigurisë ushqimore. Dy raste me cilat ne mund na ndihmoj regjia, ne i publikuam në rrjetet sociale të qendrës Alert dhe e nisëm fakt e morëm këtë indicio për ta realizuar këtë puntat sot me konkretisht nga komentet e njerëzve, sepse janë të çuditshme her pas here dhe unë do t'i lexoj disa prej tyre. Pra dy publikime, një ka qenë në Vlorë, një ka qenë Fier në marketet kontrolluara, që thot një prej komentuesve thot jo, janë të sigurta në markete me përbërës që se dim a na bën mirë për shëndetin, pra produkti i marketit, pra i industrisë në këtë rast i fabrikave. Luftën, një koment tjetër, thot, e keni me lopë të fshatarëve ju qendra Alert, vetëm fotot shisheve të fshatarëve, pra publikojnë vetëm ato. Një tjetër koment thosht, edhe ky për një qytetar në 2025 në disi i çuditshëm. Unë do doja të kisha siguri dhe të ato shishet me emër, firmë e vul skadence, sepse tek ato s'kam siguri për çfarë kanë brenda, as për djathin, gjizën, kosin e çdo nën produkt tjetër bulmeti. Personalisht ndjehem e pasigurt në çdo gjë që tregtohet nga prodhues shqiptar. Pra të mos kesh besim tek prodhuesi shqiptar është ta vrasësh prodhimin shqiptar, ta dëmtosh me qëllim dhe t'i hapësh rrugë çdo prodhimi tjetër të mundshëm, qoftë edhe indiana apo kinez, qoftë Kina nuk është për të gjykuar, sepse Kina prodhon standarde nga më të larta deri ato më të ulta, varet çfarë çmimi i ofron për produkt. Një tjetër koment, po mirë, ne ku ta marrim qumshin sipas jush, apo ta marrim atë të fabrikave? Komenti tjetër, shqetësimi që ngrer është i drejtë, por cila është zgjidhja? Dhe qumshti i fabrikave mund të jetë me aflatoksin, me vaj palme, një koment tjetër. Dhe e fundit, deri diku ka një farë logjike, është një personazh publik në fakt që e përshëndes, është drastike ta ndalosh apo të shitet në fazën që jemi kur nuk ekziston zinxhiri i tregut. Të lejohet të shitet, por me etiketë ku të jenë të dhëna të fermerit dhe kontrolli të jetë periodik, pa bëhet fjalë për kontrollin e ferm. Nëse dalin probleme, përgjigjet sipas ligjit fermeri përkatës. Referuar këtyre komenteve, unë vendosa ta bëj një temë sot për bërë një krahasim shumë të thjeshtë mes dy produkteve, mes produktit të fshatit, pra të rrugës dhe produktit të industrisë, të fabrikave. Jemi nisur shkurtimisht, edhe pse dua ta them që nuk mund të jenë mostra përfaqësuese për gjithë problematikën, apo gjithë të mirat, apo gjithë këqijat e gjithë e këtij tregu. Kemi marrë shkurtimisht, pra kemi marrë vetëm dy mostra. Kemi marrë dy mostra qumësht, unë do ta përmend edhe emrin, në fakt janë Lufra dhe Erzeni, duke menduar personalisht që janë dy më të shitura në treg dhe nëse kanë risk, është risku më i lartë për konsumatorin, nëse s'kan risk, faleminderit atyre që kanë zbatuar ligjin dhe ambrojnë ne, dhe dy mostra qumësht fshatin në zonën e
ish tregut elektrik afër njësisë minibashkiake numër 1, ku vazhdon shitet masivisht qumësht rrugë dhe produkte, qumësht fshate dhe produkte tjera të pa kontrolluar. Gjithsesi, ne kemi një video shkurtër, është e bërë me celular për të mos rënë sy, sepse për të mos pasur përplasje me shitësit. Aty janë marrë 2 mostra dhe janë analizuar në laboratorin Tenuis. Janë futur me njëherë në termues për të zbatuar të protokollet pra në laboratorin Tenuis, laboratorit Tenuis. Janë dërguar në laborator, është pranuar mostra dhe janë analizuar. Dhe pikërisht për këtë do të flasim sot, fakt. Do të diskutojmë për 2 palët e rezultatit analizave, do të diskutojmë një nga një, dhe kam në studio zotin Ilir Pilku, është drejtor ekzekutiv i Shoqatës Industria për Punimit Qumshit. Mirë se vini. Mirë, faleminderit për ftesën. Zonja Drita Deçolli është inxhiniere e lartë, teknologe dhe me mbi 45 vjet eksperiencë në fushën e industrisë qumshit. Po themi, mirë se vini, kënaqësi që kam studio. Faleminderit. Dhe zoti Kaplan Sula është dekan i Fakultetit Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor Tiranës. Kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ju për kohën. Megjithse kam renditur disa pyetje të tjera në skalet, në fakt dua tani mendoj të nisim të interpretojmë analizat një nga një dhe pastaj të bëjmë krahasimin. Çuditërisht ka një perceptim publiku që qumshti i industrisë është me vaj palme. Dhe 2 mostra që ne kemi marrë, me qumshtin ambalazhuar 1 dhe qumshtin e ambalazhuar 2, mund të na ndihmojë regjia në splitter, në ekran, i kemi analizuar edhe për vaj palme. Përveç se i kemi analizuar edhe për enterobakterë dhe numrin e qelizave somatike, i kemi analizuar për vaj palme. Dhe në të 2 rastet nuk është detektuar vaj palme. Pra 2 rastet e industrisë së qumshit nuk ka vaj palme në brendësi të tyre. Profesor, po nis me ju me analizat e qumshit. E nisim me industrinë dhe kalojmë më pas tek pjesa e qumshtit të fshatarëve dhe gjithë analizat e mundshme, gjithë komentet, gjithë rreziqet që mund ta vini diskutojmë gjatë emisionit. Ju keni parë dhe më herë sepse ju ja kam vënë në dispozicion edhe analizat. Dhe s'pari duhet bërë një krahasim, duhet sqarojmë diçka për qytetarët. Nuk mund të jenë të njëjtat norma, sigurisht për shkak se industria, qumshti i fshatit është i papërpunuar, qumshti i industrisë është i pasteurizuar, i përpunuar etj. Kështu nuk duhet bërë krahasimi mes të dyjave, mes 2 mostrave, pra qumsht, industrie, fabrike dhe kur themi industrie tingëllon edhe kesi, duket sikur industria prodhon qumshtin. Industria përpunon, e merr te fermeri, e pasteurizon, e përpunon dhe kthen në gjendje të sigurt për konsum. Më mirë ta themi në mënyrë, pra vaj palmës nuk është kontrolluar në laborator për qumshin e fshatarit, por është kontrolluar vetëm... Atë nuk e kemi kontrolluar, vetëm për qumshin e fabrikës. Por vetëm për analizat e qumshit që shitet pra nga kompanit, është kërkuar edhe analiza e vajt palmës dhe nuk ka rezultuar me vaj palme. Po e filloj me, si thuaç, interpretimin e analizave të lëndës së parë. Nga këto tregus, del që në përgjithësi kafshët qumështdhënëse janë në gjendje të mirë shëndetësore për kaq. A nisë nga qumshti i fshatit? Po, e nisa për pasaj të kaloj me qenë se është lëndë e parë nga e cila janë të shëndetshme deri diku, për aq sa na tregojnë këto lloje analizash, se për mendimin tim duhet ishin çik më të plota. Megjithatë, fakti që enterobakteriet janë të larta dhe aq më tepër pika e ngrirjes. Qumësht fshatari 1 dhe qumësht fshatari 2 mund ta ndihmoj regjia, lutem. Po. Njëri del me 11% ujë të shtuar dhe tjetri del te 25.4 ujë të shtuar, tregon që këtu kemi falsifikim. Dhe nuk e dim se çfarë ujë shtuar dhe... Ujë pusi, ku dhe gjeja? Ujë pusi, po si është gjendja ujtë pusit... Ujë me saplak. Si është gjendja ujtë pusit, ne nisemi për, domethënë, në aspektin e përgjithshëm,
Edhe tjetër që enterobakteret janë të larta, tregon që ka probleme edhe me ujin, ka probleme edhe me llojin e ushqimit, me cilësinë e ushqimit që përdorin kafshët, kryesisht silazhet që ata përdorin. Me këtë përqindje uji, ky qumësh nuk do ishte pranuar në fabrikë. Fabrikat e qumshit bëjnë një kontroll sistematik jo vetëm të treguzve fiziko-kimik, dhe mund të pranojnë deri 0,5% ujë, po jo më shumë. Kjo as që bëhet fjalë. Ky qumësh do ishte refuzuar, do ishte këshilluar fermeri, do ishte trajnuar, në qoftë se ai do donte bashkëpunim me fabrikën, derisa ai të vinte në nivelin e kërkesave të fabrikës së qumshit, ose do ishte skartuar. Megjithatë, neve kemi fermerë të mirë, nuk është se s'kemi fermerë të mirë, të cilët dinë të punojnë mirë, dinë të trajtojnë mirë kafshët, por unë mendoj që bashkëpunimi tyre me fabrikat e qumshit është një lloj kursi për ata. Po, më falë, profesore, sa do i mirë tjetë fermeri, qumshti ti nuk lejohet të dalin në treg pa kurfar kontrole? Është tjetër aspekt, ai unë e marë si qumësht, nuk e marë, ajo është tjetër problem, mënyra e tregtimit e tjera. Unë po analizoj këtu analizat si qumësht, pa e ditur kush është. Jo, edhe ne se njohem. As fshatarin, për mua unë se dija as fabrikën kush, ishte këtu e digjova. Jo, e thash sepse s'kisha pse ta fshija. Nuk e dija, kështu që është ky bashkëpunim nëse ai fermer do vej në fabrikë, ose nëse shteti do t'i krijojë mundësi të ngritjes së qendrave të grumbullimit, të cilat do jenë të kontrolluara, ai patjetër që edhe përfiton dhe fshatari, përfiton edhe fabrika. Ai do trajnohet, do mësohet, do kontrollohet nga veterineri i fabrikës dhe ai i sistemit të kontrollit zonal, qoftë zootekniku, qoftë edhe veterineri. Dhe do ishin në një gjendje shumë të mirë dhe të kënaqur për të dy palët. Vetëm bashkëpunimi tyre arrin në këtë rezultat. Duke parë rezultatet e analizave të fabrikave, dy fabrikave, s'po them emra tani, rezulton që vaj palmës nuk ekziston. Kështu që gjitha ajo fushat e madhe në rrjetet sociale për ekzistencën e vajit palmës, po flas për qumshin tani, këto që kam këtu, qumshi pasterizuar, ky bie me këto analiza, megjithëse ju e thatë që nuk është një situash është përfaqësuese, është marrë nga dy fabrika, nuk është marrë nga të gjitha fabrikat. Nuk morëm shumë edhe qumshe e industrie, profesore, sepse për hir të vërtetës është kosto, të cilë laboratorin e paguajmë ne. E kuptoj. Ose mos sa konkretisht unë, qendra alert. E kuptoj. Dhe kjo është kosto për ne. Për mua duhet ta paguajnë fabrikat. Nëse do ta kishim marrë duhet ta paguajnë fabrikat sepse ato janë të interesuara që të nxjerrin realitetin siç është. Shiko, besoj që në një ndërprerje të vogël, inxhiniere, unë duhet të thoja që ndoshta mund të ishte bërë ky në një farë mënyrë ky survejim. Po e quajmë. Mund të ishte bërë pak edhe më i thellë, paktën mund të ishin marrë edhe disa në produkte të tjera. Kështu që ndoshta ka vend për një emision, ka një vend për një emision tjetër, që të kishim dhe kosin, edhe analizat do ishin më të plota, duhet ishin më të plota se këto, kishim elemente tjera. Domethënë atë të përgjithshme nuk e futa sepse zakonisht qumshi rrugës del masivisht me to. E di. Sa është analizuar, qoftë nga alert, qoftë nga emisionet tjera televizive, sidomos në verë. Sidomos në verë, patjetër. Sepse tani ne na dalin qelizat somatike, nuk është periudha shumë e përshtatshme për zhvillimin e tyre, sepse edhe ato kanë periudhat e tyre. Megjithatë, duke parë qumshin e konsumit ose qumshin e pasterizuar, këtu janë trajtuar enterobakteriet si më të dëmshme dhe më të rrezikshme për shëndetin e konsumatorit, sepse ato krijojnë toksina të forta edhe rreziqe për shëndetin e tyre. Shoh që unë nxjerr një përfundim që fabrikat tona mund të prodhojnë qumësh të mirë. Fabrikat tona i kanë gjitha kapacitetet, qoftë njerëzore, qoftë laboratorike, qoftë edhe
pajisja e tyre me linja të përshtatshme, të cilat mund të nxjerrin produkte brenda standardeve të Komunitetit Evropian. Dhe kjo është një lajm i mirë. Janë sfida për fabrikat tona futja në Komunitetin Evropian, sepse ato duhet të përshtaten me të gjitha kërkesat që ka. Dhe mendoj që kryesore është pajisja me paserizator, blokun e paserizimit flas, po kryesisht paserizator që plotëson gjithë normat e Komunitetit Evropian, edhe të survejimit, edhe të devijimit të temperaturës, edhe të korrigjimit, është pajisja me qip që bën larjen, pastrimin e linjave dhe makinerive në mënyrë që të mos rikontaminohen produkti mbas procesit të pasterizimit, kjo është shumë e rëndësishme, njëkohësisht dhe pajisja me sistem pastrus, filtrus, jo vetëm filtrim mekanik, po edhe me osmoz që është futur, për pastrimin e ujit që përdoret për larje dhe shplarje të gjithë linjave, makinerive dhe çdo gjë që ka lidhje me... Besoj që këte e kanë. E kanë, pandaj dhe kanë dalë këto rezultate. Në të kundër këto rezultate nuk do të kishin dalë. A do të kishin interes fabrikat e qumshit të përdorin vaj palme në qumësht? Për mendimin tim, jo. Qoftë edhe ekonomik? Për mendimin tim, jo. Për arsye se vaj palmës është i lirë, kuptohet, por... Jo, është 1.5 euro do tjetë shmimi. Ajte, 1.700 kurse qumshi është më lirë. Po, nëjse, por je prishjen e qumshit. Prishjen e qumshit dhe deri diku ndryshon edhe strukturën... Nuk homogenizohet. Nuk homogenizohet. Strukturën e ti, për shkak se... Prishë strukturën. Strukturën e ti, për shkak se nuk homogenizohet. Qumshat tonë që arkullojnë në treg nuk janë me yndyrë të plot, sepse vetë klientët nuk i pëlqejnë me yndyrë të plot për shkak të efekteve negative që luan yndyra në kolesterole, në shëndetin e tyre. Kështu që nuk ka asnjë interes pse të shtoj vaj palme. Unë mendoj që këto janë të qëllimshme këto që bëhen, edhe nuk është rastësi që bëhet kjo valë. Krahasoj valën e parë që u bë mbas prishjes së sistemit që produktet tona janë të mira, duhet të vinë produktet nga jashtë edhe erdhën, u prishën fabrikat të gjitha dhe erdhën nga jashtë. Erdi makarona, erdi konservat, erdi gjithë shka në atë kohë. Gjithë shka. Dhe u prish prodhimi vendas. Dhe pasaj ne kërkonim prodhimi vendas. Jemi në fazën e dytën. Po, sepse ajo ishte shia jonë me cilën ne ishim rritur, ishim edukuar, se shia edukohet në fakt. Kështu që një gjë e tillë në base e qëllimshme, shumë e përdorin e amplifikojmë pa qëllim, ka pryma, po ata që e kanë filluar këtë fushat nuk është e pa qëllim. Unë mendoj që është edhe shkalla, edhe shkalla edukative e vetë populatës, që përfshihet në këtë lloj diskutimi, qumshi plur, vaj palmës. Pra, unë kam gjetur goxha statistika edhe për vendet e tjera të Bashkimit Evropian, kur bëj një lloj krahasimi se sa përdoret në këto vende dhe sa përdoret në Shqipëri. Dhe kjo është e vërteta, se flasë me statistikat e Bashkimit Evropian, pra regjistrat e Bashkimit Evropian të importet dhe të eksportet të çdo vendi. Pra ne shpesh herë kemi atë ndjenjen e keqdashtësisë dhe të prishim çdo lloj gjëje që edhe atë që e kemi shumë mirë, nëse neve nga 400 fabrika të qumshit krenohemi me 20, me 30 fabrika, dhe do t'jenë ato që do t'a kalojnë pragun e integrimit evropian, në mund do të japë... S'kemi shku akoma të garantisë. Ndoshta disa shifra që janë të frikshme për këdo që është në këtë sipërmarrje. Pra dhe është të frikshme dhe për ekonominë tonë, për kontributin që jep çdo kush në ekonominë tonë nga... Dhe t'ja fjalën profesorit, po për ta thonë shumë thjesht, nëse ke bler 1 litër qumësh fshati, 250 ml ke bler ujë të shtuar, që s'dita çfarë ujë është, në njërën për mostrave, në mostrën tjetër ke bler 110 ml për litër ujë.
ujë puzi, ujë depozite, ujë qezme, ujë nuk e di se çfarë. Veç të tjera është atyre çfarë tha zonja Deçolli për qelizat somatike dhe enterobakterien. Profesor, po, në falë, edhe diçka për një sqarim. Është ftuar Autoriteti Kombëtar i Ushqimit për qenë pjesë e emisionit, sigurisht për shkak të ngarkesës, raportimit në THVO etj. Për ju dhe ngarkuar, ju ka qenë justifikimi i tyre nuk kanë mundur të jenë pjesë në emision dhe rezultatet e analizave ju referohen gjithmonë bazës ligjore që është udhëzimi numër 5 i datës 25/3/2011 i Ministrit Bujqësisë dhe udhëzimi numër 15 datë 9/9/2021 për kriteret mikrobiologjike në produktet ushqimore, ndërsa i pari është për kërkesat specifike të higjienës për stabilimentet e prodhimit, grumbullimit dhe përpunimit të qumshtit dhe produkteve me bazë qumshti. Po, më falë, profesor. Së ndërpresme. Unë graniti pash me kujdes të gjitha rezultatet e analizave që ju keni kryer në laboratorin Tenius. Në fakt kam qik objeksionet e mija, duke qenë që kam punuar kam periudhë gjatë si analist ushqimeve. Shikoj që nuk shkon për shumë numri qelizave somatike, po të shikosh. Ka një problem, ose qumshti i marë dhe në këto parti, tek mostrat që keni marë në trek, bet fjalë për qumshti që vjen nga fermerët të ndryshëm, ose ka qeni trajtuar termikisht, për faktin sepse nuk ka mundësi në qumshin e freskët që të ketë një numër qelizash 21.000, apo me 1.000. Kryesisht, qelizat somatike të qumshi freskët kalojnë vlerën, 100.000, 200.000, edhe standardi ka që shpesh herë mund të kalojnë dhe 750.000, bet fjalë për 4 qereket e gjirit të kafshës. Kryesisht flasim të lopët. Lopët janë prodhuesi kryesor të qumshtit. Dhe referuar numrit e enterobaktereve, që janë gjetur, natyrisht gjetur numri lartë enterobaktereve, bet fjalë për 500 qeliza për 100 ml. Tregon që kushtet higjieno-sanitare dhe kushtet në cilat është mbajtur ky qumësh, që është prodhuar apo është transportuar apo është ambalazhuar, le për të dëshiruar. Po kështu edhe po të shikojmë edhe në mostën tjetër, kemi 1400 numri bakterieve, nuk shkon qelizat somatike. Nuk ka, është teorikisht, por edhe praktikisht është pa mundur që të gjendet një numri tillë. Nuk mundet. Ose qumshit kalojnë në një proces termik, i cili duhet shkaktroj qelizat e gjalla, për shkak të shoku termik që pëson gjatë procesit pasteurizimit ose trajtimit me UHT, ultra high temperature, dhe mund të sjellë që uljen drastike ose eliminimin e qelizave somatike. Sepse janë qelizat gjalla, janë qeliza që vijnë nga epiteli i alveoleve të gjirit. Është pjesë normale. Gjiri kur milet ose kur ekskreton qumësh, bashkë me qumshin ekskreton dhe qelizat somatike. Është pa mund, çdo lloj edhe standardi i mirë i qumshit freskët ka një numër të konsiderueshëm qeliza somatike. Përveç kësaj, unë dua të hodha dhe një sy edhe i pash me vëmendje të gjithë edhe rezultatet e 2 kampioneve që ju keni marrë në kompanicë, po përmendem re kompanive për shkak të etikës. Lufra dhe Erzeni janë qumshti me ambalazhuar 1 dhe 2 mund të ishin dhe kompani të tjera. Mund të ishin kompani të tjera. Unë thash sepse duke menduar që janë më të kërkuar dhe më shitur në treg, ata përbëjnë edhe riskun më të lartë nëse kanë problem. Po ti marrë në ekspozimin e konsumatorëve, jam dakord, sepse për konsumatorë nuk fle gjumë. Masa e konsumatorëve ose numri konsumatorëve që konsumojnë këto produkte referuar kompanive të tjera është mima. Unë për ju konsumatorët nuk fle gjumë, profesor. Ta dini. Po. Kështu që ka një numër të enterobaktereve kryesisht më i vogël, do të jetë më i vogël se 1. Më i vogël se 1. Do të ishte normalisht rezultati të shprehur ndryshe, më i vogël se 10 se standardi ka 10. Kështu që këtu ka një gabim. Ata të laboratorit duhet të referohet standardit që ka Bashkimi Evropian ose rregulloreve. Gjithsesi, edhe këtu ka sens numri qelizave somatike mund të jetë i ulët sepse kur kalon në proces termik pasteurizim, kjo është ka sens, ka logjik. Po edhe kështu edhe tek të mostra tjetër, numër të ullët qelizave somatike, por ka gabim në atë në vlerën e shprehur. Ata të laboratorit duhet kenë kujdes kur shprehen, sepse do i referojnë standardit. Sepse të thuash me i vogël se 1 ose në mungesë, ka një numër,
numri kryesisht i referohet një numri më i vogël se 10 kryesisht ose disa qeliza. Kjo është qumshi pasterizuar. Në qoftë se do ishte qumë është qumshi pasterizuar apo jo? Po, pasterizuar i blerë në market. Jo ultra high trend, jo uta. Jo sterilizuar. Po do qumshi pasterizuar, patjetër që është vlera është më e vogël se 10. Qoftë se do ishte qumësh UHT, pastaj mund na e përsërisë regjia edhe ato video, por ndoshta mbas reklamas. Ajo referenca e limiteve ose standardeve të ishte ndryshe. Ktu ka një është i gabim, por nga ana ne sqarojmë nga ana teknike. Thënë shkurt, duhet të bëjmë të qartë që në këto rezultate analizash që ju keni prezentuar këtu, por edhe që e bëni publik, tregojnë dy kategori të qumshtit, qumshti që vjen i freskët nga fermer të ndryshëm, të cilët nuk kalojnë një kontroll apo inspektim nga ferma në treg, mate ata nuk janë në treg, po janë në shitjet e lirë. Në informalitet. Në informalitet. Dhe keni marrë dhe produktet të cilët kalojnë pastaj në kontroll dhe inspektimet të dy kompanive që prodhojnë qumësh në masë për konsumatorin. Situata paraqitet e qartë, kemi rrezik të shtuar në këtë lloj këtë grup ose këtë lloj produkti që vjen vjen në mënyrë sporadike në fermerët pa kaluar hapat e kontrollit dhe inspektimit dhe natyrisht të dy kompanive ose kompanive të tjera të cilat kanë investuar në vite dhe kanë përmirësuar teknologjinë dhe i servirin konsumatorit pastaj produkte sipas këtyre analizave të sigurta. Ajo që unë profesor dua të theksoj është të lutem se e kam te kaluar reklamat. Do ta vazhdojmë pas publicitetit? Po patjetër. Mos u largoni nga Ora News. Publicitet e kthehemi pas pak. Jemi sërish në alert dhe për gjithë ata që ndoshta nuk na kanë ndjekur nga fillimi, po flasim për qumshtin, rreziqet e qumshtit të rrugës, qumshtit pa kontrolluar dhe atë çfarë sjell industria në treg për konsumatorët. Profesor Sulaj, ju ndërpreva për shkak të detyrës së publicitetit. Nuk ka problem, vazhdojmë atje ku e lam diskutimin. Analizat tregojnë qartë për situatën ku jemi. Natyrisht është marrë një fushat sensibilizimi dhe një fushat për të minimizuar ose për të thënë që për të shmangur ose për të eliminuar daljen e qumshit të freskët treg është një fjalë e madhe, sepse nuk është kollaj, sepse shihen shumë interesa pas atij qumshit të freskët që qarkullon nga fermerët në treg. Unë jam shprehur disa herë dhe përsëri po shprehem që ndoshta fushata e egër dhe fushata e cila dënon fermerët nuk është zgjidhja e qeverisë dhe zgjidhja e pushtetit. Duhet gjetur zgjidhje alternative që të stimulojë ekonomikisht edhe fermerët, por dhe njëkohësisht të shmangë gjitha produktet pa sigurta në treg. Dhe futja në zinxhirin e inspektimit dhe zinxhirin e kontrollit të fermerëve është detyrë e inspektoriatit dhe e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Po, cilat janë ato mekanizma, sepse duhet gjendur mekanizma për që ata të joshës ata fermerë, në mënyrë që ata të mos shkojnë në treg. Shteti shqiptar duhet dhe qeveria duhet të paktën Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural është mirë të identifikojë ata fermerët të cilët dalin në treg. Ata që gjithnjë dalin në treg dhe shesin qumësh jashtë kushteve higjieno-sanitare. Dhe mandej ato duhet që me projekte pilot ose me projekte të cilat të stimuluset të detyrojnë fermerët që ose të joshin ata ekonomikisht në mënyrë që ai të mos dalë që me atë qumësht dhe ta shes atë kilën e qumshit, por thjesht qofse atë ka stimul subvencion 200 lek, 300 lek mbi çmimin normal të tregut, ai nuk del më në treg të shes. Dhe kjo përfundimisht do të ka dy anë pozitive. E para, nuk dënon ekonomikisht fermerët. E dyta, sistemin e unifikon, sepse fut të gjithë fermerët në një ombrell inspektimi dhe bën të mundur që i gjithë zinxhiri të funksionojë si një kontroll i vetëm. Të mos kemi hallka të shkëputura siç janë fermerët që dalin në mënyrë pa kontrolluar.
Kështu që hapi parë duhet ishte ndërmarrja e projekteve pilot. Duke mbledhur akademin, duke mbledhur specialist, duke mbledhur aktor të pushtetit lokal në mënyrë që të krijohen projektet pilot, shembullit ose shembujt të cilët tregojnë që edhe ky fenomen që ekziston mund të zgjidhet. Përveç kësaj, ka edhe një alternativë tjetër tek kompanive ose grumbulluesve të mëdhenj të qumshtit, mund të identifikohen fermerët dhe mund të subvencionohen direkt në çmim. Edhe ky është një mekanizëm. Një mekanizëm ku fermerëve u kërkohet që të identifikohen me një numër identifikimi, me një NIPT të mundshëm, NIPT fermeri, dhe mandej të shikohet sa qumësh prodhojnë dhe ata të natyrisht të subvencionohen. Pa patur subvencionime dhe pa mbështetur fermerët me ekonomikisht, unë them që zgjidhja është e vështirë. Dhe kjo situatë që jemi mund të vazhdojë gjatë. Përveç kësaj, unë dua të theksoj që krahas fola për pjesën e fermerëve, por dua të fokusohem pak tek kompanitë e prodhimit të qumshtit, ose te industria e prodhimit të qumshtit në vend. Të flasim me industri, sepse ne tashmë kemi një industri të zhvilluar. Kemi patur fillimisht vështirësi të mëdha në përpunimin e qumshtit. Madje me mjete empirike, me mjete shumë të thjeshta, me disa pasteurizatorë të improvizuar, të vjetër, të importuar nga jashtë, që nuk ishin asnjë lloj sigurie qoftë edhe në procesin e thjesht pasteurizimit. Kurse sot kemi arritur një investim me miliona euro në kompanitë e mëdha, unë kam patur rastin të inspektoj dhe të shikoj se çfarë investimesh janë kryer. Një shndërrim total i mjedisit, i standardeve dhe i teknologjisë aplikuar. Kjo natyrisht i ka krijuar mundësi kompanive të mëdha të prodhimit të qumshtit që të hedhin në treg dhe të prodhojnë produkte të sigurta. Unë e them me bindje, duke njohur dhe duke i parë që popullsia shqiptare në kushtet e sotme, kompanitë e mëdha serioze, ato që kontrollohen dhe ato që inspektohen në mënyrë periodike, tregon që ka një situatë të përmirësuar në sigurinë e produkteve të bulmetit, kryesisht me qumshtin, edhe gjitha në produkteve tjera të bulmetit. Natyrisht që marr shkak edhe në një pyetje që më ka bërë një shikues në mesazh, ku thotë që a përdoret qumësh pluhur në Shqipëri dhe çfarë problemi ka qumëshi pluhur. Pyetje me vend në fakt sepse qumësh pluhur, e do një përgjigje. Unë them dhe kam thënë edhe me plot gojë, qumësh pluhur përdoret dhe është përdoret dhe do të përdoret. E përdorë gjithë botën. Në të ardhmen. Për faktit se përdoret në gjithë botën. Qumë është mënyra më e mirë për ta konservuar qumshin mbafas gjatë. Po çfarë duhet të di konsumatori, sepse ky duhet të jetë një mesazh i qartë. Qumshi pluhur nuk ka asnjë gjë të keqe. Përveç se ka dy lloje qumshi pluhur që industria e prodhon, qumshi pluhur që prodhohet me trajtim termik dhe ai që prodhohet pastaj në kushtet e temperaturave të ulta ose liofilizuar. Mi mirë është ky liofilizuar sepse ruhen të gjitha vlerat ushqyese, kurse tek ai me trajtim termik ka një humbje të lehtë të vlerave të ushqyese, por ruhen në përgjithësi gjithë vlerat ushqyese dhe nuk ndodh asnjë gjë. Problemi është që qumshti që ka kaluar afatin e skadencës qumësh pluhur, humbet elementet e sigurisë. Që qëndron deri në 3 vjet. Qëndron deri në 3 vjet stok në magazin. Ndoshta unë duhet të shoj pak. Ky është problemi, por nuk ka asnjë gjë të keqe. Të gjitha pastiqerit, e gjithë industria e prodhimit të ëmbëlsirave, natyrisht që përdor qumësh pluhur, por dhe akulloreve, sepse është më i sigurt në krahasim me një qumësh të freskët. Patjetër. Përdor gjithë botën, nuk se përdoret vetëm në Shqipëri. Profesor Kaplani, para 5 ditësh ne morëm pjesë ke një seminar i shkëlqyer i financuar nga Gizi, ku sekretari i përgjithshëm i shoqatës së qumshit në Europë, Shoqata Europiane e Qumshit, dha disa mesazhe shumë me vlerë. Një nga mesazhet që i dha të gjithë fermerëve dhe përpunuesve në sallë ishte që në pikun ku keni prodhimin e masiv të qumshit, ju duhet të mendoni se si atë qumësh të investoni për ta kthyer në qumësh pluhur, për ta përdorur në fazat e tjera, kohët e tjera të dimrit, ku keni mungesë së qumshi. Unë ndërkohë që për qumshin pluhur po jap statistika që janë edhe për të kuptuar dhe konsumatori, kur e komenton negativisht çështjen e përdorimit të qumshit pluhur. Shqipëria në vitin 2024 ka importuar vetëm 1274 tonë
në krahasim me 2023-shin, afërsisht 20% më pak. Për referuar, më falë të ndërpres, referuar prodhimi total të qumshit dhe importi qumshit fredhës nuk është asnjë gjë. Asnjë. Është e pakonsiderueshme Unë do të jap dy shifra të tjera, profesor, që janë shumë nëse do të shikojmë për konsum për frym, Shqipëria konsumon 472 gram për frym në vit. Kroacia gram qumësh pluhur. Kroacia 797 gram për frym, Kroacia, gati 2 fishin to. Greqia 758 gram për frym. Pra, në krahasim me vendet europiane, ka marrë Kroacin dhe Greqin, janë vendet e Bashkimit Evropian, ne konsumojmë gjysmën e kësaj sasie që ato konsumojnë, qumësh pluhur për frym. Ndërkohë që komentet shpeshherë janë edhe abuzuese, janë dhe keqdashse. Patjetër, unë nga këto komente çuditshme të njerëzve mendova ta bëj këtë temë sepse janë njerëz që ne pretendojmë që do mbyllim kapitujt në 2027, ndërkohë kemi një tjetër mentalitet që shkon kërkun në raport paralelisht me integrimin. Granit, shikoj se sa shumë interesante. Italia konsumon, pra përpunon në produkte qumësh pluhur 77.326 ton qumësh pluhur. Është një vend gjigant. Në kupton që neve shpeshherë ne 1200 ton kemi. Kemi qenë një takim me profesorët. Dhe diçka, më falë që të ndërpreva dhe do të shkojë diçka. Qumshti i pluhur kryesisht shkon në industrinë e përpunimit të ëmbëlsirave dhe akulloreve. Edhe nuk shkon qumësh që mund të vetëm në fabrika. Edhe vaj palmës, jo vetëm qumsh. Po mirë, vaj palmës është histori tjetër, por flasim për qumshtin pluhur. Qumshti pluhur kryesisht e marrin kryesisht pasiqerit dhe akullore. Ato janë ato që konsumatorët më të mëdhenj të qumshtit pluhur. Dhe shumë pak në raste të rralla mund të përdoret për të prodhuar, për të tretur atë dhe për të riformuar edhe një herë në formën e qumshit të freskët. Kështu që këte tregojnë dhe statistikat. Referuar, ne prodhojmë shumë herë më shumë dhe konsumojmë akoma më shumë sepse importojmë akoma më tepër sasit mëdha të qumshtit. Në fakt, në qumësht konsumi nuk është e lejuar me standardin ton, përdorimi i qumshit pluhur. Në qumësht. Ndërsa në Kosë, po, mund të përdoret një sasi e vogël, që zakonisht është deri maksimalja 3% për të kompensuar lëndët e thata të qumshit, të kosi sepse. Sepse është e nevojshme për të thithur lagështin. Dhe pa u deklaruar. Ska nevojë deklaruar. Për të thithur lagështin e kosit që nxjerr dhe dali kosi set, ose kosi lidhur, që themi. Ndërsa, bota e përdor dhe të djathi katëshkaval, dhe të djathi bardhe, dhe këtu të neve nuk them dot që nuk përdoret, shofim djathin fetat importet, që ne bijem industrisë tonë, prodhimit tonë, apo si zonja që thoshte azotria, që unë s'kam besim të një produkt. 1 kilogram djath feta, sa që vjen aji që ne i quajmë djathi danez, 400 lek kilogram, 4.000 lek vjetra. A i ka dhe gjizën brënda dhe... I ka teknologi tjetër. Ka teknologi tjetër përdhimi. Nëse kemi në se ka reze prodhimi tjetër dhe dhe konsumar. Sa është kilogrami, do më të. Ka kapacitet të lartë lagështire. Sepse ka mbi 24, do më thënë, kilogram për kuintale, mbi, do më thënë... është sepse ka lagështirë shumë produkti. Edhe lagështirë, ka të lartë, ka të 57, 56, dhe teknologi tjetër. Një sakcim duhet bëjt tek shifra importit të qumshtit pluhur. E gjitha e sasi që ka hyrë, në një pjesë e mirë e saj, që nuk e dim se sa është, ka shkuar për ushqim për kafsh. Sepse një pjesë e mirë e viçave, në stabilimente, ose aty edhe tek fermerët, nuk shpenzoj qumshtin e tyre se duan të shesin të lopëve, por viçat i ushqejnë me qumësh pluhur. Kjo është një arsye, po unë do të tregoj edhe një arsye tjetër për pse përdoret. Tregon edhe një statistikë, një shifër se pse përdoret tek viçat. Ta them unë, pse përdoret tek viçat. Ka edhe një arsye të dytë, e cila
Kryesisht qumshi që grumbullohet nga lopët, sepse grumbullohet dhe u jepet viçave. Shpesher lopët vuajnë nga mastitet e fshekta dhe mund të ketë rastet të infekcioneve të cilat shoqërohen në viça. Dhe ka sindroma masiv pastaj të sëmundjeve në viça për shkak të mastiteve të fshekta. Dhe kështu, shumica e fermerëve e grumbullojnë qumshtin, pavarësisht ngarkesës së lartë bakteriale, dhe çojnë për përpunim për trajtim termik, për procesin e pasterizimit. Qumshi pasterizuar pastaj shkakron pjesën e mikroflorës. Kur ai përdoret tek viçat, ai qumësht nuk është për konsum human. Është tjetër lloj qumshi plur, është i nxjerr nga albuminat. Patjetër, por nëse i kërkon dogane statistika ta deklarosi qumësht plur. Është tjetër lloj qumësht. Patjetër, por nëse i kërkon doganës dona sasia e importit 2024 për shembull, ajo e fut të njëjtën sasi. Jo, pikërisht mund ta përdorin ata. Pikërisht pra, këtë po them, janë në një kod doganor. Shiko, është një diskutim, unë mendim që është një diskutim që nuk ka vlerë, sepse qumshti është qumësht plur, është qumësht që e njohin, është një produkt, forme produkte pulverizuar, që për të përcaktojnë standardet e njeh gjithë bota. Ne tani, çuditëra si vend nuk mund të bëjmë, nuk mund të themi që nuk kemi qumësht plur dhe nuk përdorim qumësht plur, por ajo përdoret në të gjithë botën. Prodhuesve të qumshtit dhe përpunuesve e hapëm si temë që jo, Amerika është një nga prodhuesit më të mëdhenj, më gjigant në botë. Hollanda në Europë është nga prodhuesit më të mëdhenj të qumshit plur, për shkak se prodhon qumësht në masë dhe nuk ka ku e çon këtë lloj prodhimi. Dhe pulverizon, e magazinon atë për një kohë të gjatë në formë pluri. Dhe shet pastaj në tregje të ndryshme ku ka kërkesa. Le të marrim qumshin e sterilizuar, këtë jashtëmin, gjithë ajo që vjen, me qumësh plur. Tetrapaku. Me përjashtim të 2-3 kompanive të tjera janë me qumësh plur. Kosi që vjen nga jashtë, kosi me fruta. Kosi fruta, patjetër. Me qumësh plurës. Kështu që nuk është i dëmshëm, por që pyetja, ne mund të grejmë alibira sa të duam. Është qumësh plur, apo është qumësh është? Qumësh. Është deklaruar, këtu është problemi, është deklaruar në etiketë. Qumësh nuk është prodhim i riformuluar, nuk është produkt sintetik. Në qumësh freskët nuk duhet ketë qumësh dhe nuk ka. Pulverizuar nuk qumësh, hequr lagështira. Po thënë qumësh lope letjeta edhe me qumësh plur. Ligjërisht janë rregull. Në qumshin e pasterizuar që nuk përbën as i rrezik. Jo, dhe ky është qëllimi që po e diskutojmë, që nuk ka rrezik për konsumatorët. Kondensohet, pulverizohet edhe ka tretshmëri shumë të mirë, sepse ai që tha profesori me trajtim termik me barabani, themi ne, ai ka tretshmëri më të vogël. Po tjetër liofilizuar edhe më mirë. Kështu që do shkoj pak te zoti Pilku. Ose më fal të prem, ne po marrim një formulat që është shumë delikat. Qumshi bebeve i fëmijëve. Po, formula. Formula e fëmijëve, që është qumësht ai, i fortifikuar me vitamina, me lëndë minerale për bebet, që ai qumësht është marrë nga kafshët, nga lopët, nga dhe është prodhuar, është fortifikuar dhe përdoret për bebet, për fëmijët. Ai është qumësht plur edhe ky qumësht plur është. Me sketë teknologjike. Diskutimi është i kotë në këtë aspekt, për të dyshuar e për të... Zoti Pilku, po e nis me një pyetje, në fakt, ajo nga cilat unë i kam publikuar. Unë si industri, si fabriki, qoj marketit frigoriferin tim, investoj. Sigurisht, unë shes qumshin tim aty. Aje mbush me qumësh fshati. Përveç kësaj, në të njëjtin frigorifer, po themi, ose edhe në frigorifer banak, që mund të mos jenë të kompanive, aje mban qumshtin e fshatit, mban një x qumësh, mban mish, mban ullim, mban pull, që asnjë prej këtyre produkteve, domethënë nuk duhet ruhen temperaturat njëjta, nuk i kanë standardet e ruajtjes në temperaturat njëjta. Por a duhet një ndërhyrje ndoshta nga institucionet dhe AKU-ja në këtë rast masive, me qenë se këta kanë shpallur si luftë humbur pjesën e heqjes qumshit nga rruga, fshatarëve, po të paktën në markete, ose ju si industri për punimi qumshit si shoqat, të bëni një kërkesë AKU-s, ta ndihmoni me informacion që ata të ndërhyjnë për ta hequr. Sepse ai është subjekt me NIP dhe mund të penalizohet që po tregton një produkt pa sigur, pa origjinë, pa gjurmëshmëri e tjera. I preket 2-3 çështje që janë me vërtet janë shumë kritike. Patjetër që kjo është një nga detyrat themelore të AKU-s, autoritetit, që të kontrollojë marketet, supermarketet, pa të gjithë zinxhirin tregtar deri tek konsumatori.
Dhe automatikisht një fermer që ka sjell qumshin në një market, në një vitrin, që i cili nuk ka etiketën, nuk ka përmbajtje, nuk ka elementet e gjumshërisë. Shiko se ka shishin të marrë kosht veterina se të përdorë ndoshta granit edhe për dëgjuesit. Sot në Europë nuk ta pengon që ai blektori të dalë në treg, ta tregtoj vetë. Por ai duhet të ketë etiketën. Pra ne duhet, është çështja e gjumshërisë, se 3 janë parimet në Bashkimin Evropian. Dhe një nga ato është gjumshëria, cilësia është e dyta. Pra, nëse ai ka një etiket, pra ferma, unë kam parë në... Ferma është e kontrolluar, është i formalizuar. Dhe me zinxhirin e ftojës. Unë kam parë në Holland në trenimet të caktuara që ti kishe një qumësh e cili vitet të thonte nga ferma X dhe t'jepte të gjithë përmbajtjet e qumshit. Jam plotësisht dakord, ka në Zvicër, ka në Holland, ka në Itali, ka në të gjitha vendet aty ku ka standardet mira të prodhimit qumshit freskët. Dhe stimulohen ato që tregjet e fshatarëve, domethënë ose të fermerëve, të cilët sjellin qumësh të freskët në fermat e tyre. Ama ferma ka qenë inspektuar disa herë, statusi shëndetësor i kafshëve është i njohur dhe ai njihet, ka numrin e identifikimit të tij dhe del në treg, del me logon e vet, me etiketën e vet, dhe është i njohur në treg. Tregtia ilegale, tregtia pa formalizuar, mbart me vete rreziqe të shumta. Ndërkohë që duke marrë pak inicie nga pyetja që i bërë profesorit, patjetër u tha dhe në takimin e korrikut të kryeministrit, që pushteti lokal duhet të jetë më aktiv, pra sepse integrimi këto 4-5 vite do shikosh se sa do ketë detyra dhe obligime pushteti lokal. Pra një pushteti lokal i cili nuk mendon se ku fermeri do të tregtojë produktin e tij. Pra dhe mund të jetë edhe një urë bashkëpunimi midis blektorëve dhe fabrikave, nëse vendosin pika grumbullimi të qumshit me parametrat e dur, me mini laboratorat e dur për të kontrolluar atë qumësh, të vendosin në tanke ftohëse të tjera. Të legalizuara. Që mundet edhe ne mund shkojmë të blejmë, mundet të furnizojnë njësitë e vogla të përpunimit të qumshit, pa të gjithë zinxhirin, të cilat janë një nga problemet. Ndërkohë që pyetja që bëret është shumë interesante. Fabrikat, patjetër që fabrikat janë pjesë suportuese edhe të autoritetit të kontrollit ushqimor. Identifikimet që unë du të them vetëm një gjë, laboratorët që kanë investuar, fabrikat e mira të qumshit, nuk i ka asako uja. Analizat e qumshit si bën fara ako uja. Nëse ka një problematik në një ferm, patjetër që një bashkëpunim i mirë midis fabrikave dhe AKU-s, ti mund të shkosh të identifikosh gjumshmërinë tek ajo ferm. Pra, fabrikat janë gjithmonë të interesuara për një qumësh sa më të pastër për konsumatorin. Po ndërkohë që shpeshherë fabrikat ndeshen nga reprezalje, do ta thoja me plot gojë, nga ky autoritet, i cili shpeshherë lën për dëshiruar. E tha kryeministri, faktën mos bëni më dëme. Zullum, okej. Ka thonë që i ka pezulluar, për në fakt nuk janë të pezulluar. Gjithsesi si është situata e industrisë për punimin e qumshit. Themi industria e madhe, por edhe deri tek ato baxhet më të vogla, të përkohshme e tjera. Shiko, Granit, ke bëj një pyetje që mund të rrim deri nesër, mund të jap të numra, shifra, ka thonë regjia që ta mbyll për pjesën e dytë. Ne duhet të jemi shumë krenar, Ministria e Bujqësisë duhet të jetë shumë krenare për ato fabrika 20-30 që do ta kalojnë pragun që plotësojnë normat. Dhe duhet të jetë suportuese për ato. Duhet të jetë nxitse për të tjerët. Ne sepse ne kemi 420 fabrika dhe njësi përpunimi qumshin në Shqipëri. Ndoshta mund kemi edhe më shumë. Edhe më shumë, se kemi edhe në malin e Korabit në maj fare. Janë ato që prodhojnë në mënyrë sezonale. Por, duke mbështetur pak dhe Iliri, unë dua të them që, shiko, ne jemi një vend që herët avon dhe jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe, për këthe u bëj thirrje të gjithë prodhuesve të vegjël të industrisë
përpunimit qumshit, kryesisht ato baxhove dhe fabrikave të vogla të investojnë dhe të marrin masat me njëherë për të mirësimin e teknologjisë dhe të kushteve, sepse do vi koha që do përballen me sanksione të forta të Bashkimit Evropian. Unë kam nxjerrë goxha statistika profesor. Dhe një pjesë e tyre mund të dështojnë dhe do mbyllen dhe falimentojnë për shkak të standardeve që do të aplikojë Bashkimi Evropian. Këto kështu ndodhin në Rumani, ndodhin në Bullgari, ka ndodhur në Kroaci, një pjesë e atyre njësive të vogla, unë po e them njësive, po ne kemi fjalën baxhët të prodhimit, po njësive ose punishtet të prodhimit të qumshit dështuan, u mbyllën për shkak sepse nuk plotësojnë standardet për të dalë në treg. Shiko, unë mendoj që ne në studio... Dhe njërës në i thuj edhe statistikat para reklamave. Apo do t'i lëmë bas reklamave që... Nështë keni ju në dorë. Reklama këtemi pas pak studio. Jemi sërish në alert dhe po diskutojmë për problematikat e qumshtit apo produkteve, non-produkteve ati që tregtohet në mënyrë të pa kontrolluar, qumshtit të fshatarëve që quhet në zhargonin e përditshëm, dhe situatat me industrinë e përpunimit qumshtit, me atë çfarë ndodh në tregun ton, dhe zoti Pilku, në fakt që është drejtor ekzekutiv i industrisë përpunimit qumshtit, po thoshte para ndërprerjes publicitare që do të tjepte disa statistika se si e kanë pësuar kompani, po themi, vogla ose ndoshta të mëdha, pas janë vendet ku ato operonin u bën antarë të Bashkimit Evropian. Nga një para se të t'jap këto statistika, do të thoja që ne tashmë dhe bim dakord besoj që të gjithë, që ne duhet flasim, tashmë ne nuk do flasim më me ligjet tona. Ne duhet fillojmë të flasim me ligjet e me rregulloret e Bashkimit Evropian, sepse kjo është ajo perspektiva që na pret. Por edhe ato në atë pjesë të Bashkimit Evropian, edhe ato që janë bërë. Pra që se ne diskutuam sot në fillim përmbajtja e ujit, cilësia e ujit. Çdo gjë që element që ka në lidhje me produktin, me linjën teknologjike, nga marrja e lëndës parë, deri te konsumatori lidhet me rregulloret të caktuara. Unë po shikoj rregulloret, edhe uji ka rregulloret direktive 93/83. Që është përkatëse. Po produkti, ambalazhi produkt në kontakt me ushqimin. Edhe produkti, edhe tapa. Të gjitha janë. E përmendi profesori. Ndërkohë që qumshi rrugës ka Shërgjina shisha ku është marrë. Linjat e përpunimit, që ne sot kemi baxhat që përpunojnë me kazan të qelbur, ndërkohë dhe linjat kanë rregulloren e vet. Inoksi ka kodin e vet. Në industrinë e qumshtit është bërë progresi pa parë, sepse në rang global, nuk flas vetëm për Shqipërinë, sepse janë futur teknologjia moderne. Nuk mund të flasësh më me butona ose me çelësa më atje. Ka gjithçka që aplikohet në industrinë moderne janë të programuara, janë të kontrolluara në mënyrë elektronike. Por kjo është njëra anë, por nga ana tjetër, kompanitë e mëdha të prodhimit të qumshit kanë filluar të investojnë të ajo që thatë dhe ju më parë të laboratorët e autokontrollit. Ata prodhojnë, kontrollojnë produktin e tyre, testojnë masin për ditë në mënyrë për të parë nëse produkti i tyre i plotëson standardet e cilësisë dhe të sigurisë. Natyrisht një pjesë e tyre kanë ngritur laboratorë që kryejnë teste mbi 100-200 teste në ditë. Ose edhe testet të shumta për partitë e qumshit që futen në lëndën e parë që futet në fabrikë. Ata testojnë për mbetjet e antibiotikëve, testojnë për aflatoksinat, duke filluar nga testet e thjeshta, qelizat somatike, duke bërë matje edhe për ngarkesën bakteriale. Dhe pse e bëjnë, pse kanë investuar, nuk e kanë investuar nga Afrika. Problemi se ata kanë investuar sepse ata dështojnë në treg. Nëse produkti tyre nuk do të shitet, nuk do të merret nga konsumatori, ata janë falimentuar automatikisht. Pra, është një mekanizëm i krijuar vetë nga kompanitë për të rritur besimin edhe të vetes për edhe të konsumatorit. Po më thonte profesor, duke vijuar një nga investitorët e këtij sektorit. Jam trenuar vetë, pra është investitori vetë, jam trenuar të lexoj në mënyrë të imtësishme çdo lloj analize. Dhe çdo lloj produkti që hyn në fabrikë dhe kalon në laborator
ai lot nuk del në treg, po si kontrollova dhe aprovova analizat që më vinë mua çdo ditë. Dhe gati dhe 2 herë në ditë. Shiko, pra kjo është kjo për mua, unë po marr një shembull më fare të thjeshtë. Unë po përmend një rast i cili ka ndodhur vite më parë, s'po e them emrin dhe për etik, ka falimentuar një biznes i madh qumshti, një fabrikë, një investim miliona. Në Durrës. Çfarë si ka? Unë nuk dua të jem. Ne kemi qenë të dy në ministrinë atë. Falimentoi për shkak të krizës aflatoksinës. Ju e falimentuat se unë erdha mbrapa. Për shkak të krizës aflatoksinës, të dim mirë. Dhe analizë gabuar. Ajo është histori tjetër, s'po i futem detaj sepse objekt kemi gjë tjetër, so ndoshta do jetë një temë tjetër aflatoksina. Jo, edhe mund ta prek. E them të që në një rast krize të tilla kompanitë kanë kosto të madhe. Nuk u intereson as kujt që të ketë kriza të tilla të produkteve të pasigurta në treg. Asnjë biznes i madh, asnjë kompani e madhe ose industri e madhe e prodhimit të qumshit nuk ka interesa të tilla që të shfaqet në treg me probleme të sigurisë ushqimore, probleme të ushqimit. Jo, Granit, unë do t'jap, unë kam marrë vetëm 5 shtete. Ato shtete të cilat janë afërsisht që të Europës juglindore. Pra, kur Polonia aderoi në bashkim, para aderimit në Bashkimin Evropian, para se të bëhet vend antar i Bashkimit Evropian, kishte 400 fabrika për punimi qumshi. Dhe në fund të integrimit, kur bë pjesë, vetëm 49 u lejuan, u autorizuan të eksportojnë në Bashkimin Evropian. 60% të fabrika u mbyllën. Rumania, nga 183 fabrika qumshi, 53 arritën të mbylleshin. Fare, 30%. Rumania është vend i madh. Vend i madh. Bullgaria, nga 300 fabrikat të përpunimit të qumshit, arritën. Bullgaria ka qenë një model më i mirë, Industria e qumshit ka qenë më e mirë, se Bullgaria prodhonte linja. Po jo, e di ku është statistika, profesor? Sepse u mendonte që do shkojshin deri në 230 kompani nga 300 të mbylleshin. Por bën investime të rinovuan linjat, plotësuan standardet e Bashkimit Evropian. Pra rregullohen 18-81-206 dhe 401-206 dhe arritën të vetëm 25% të mbyllen. Në Çeki janë antarësu më vonë se Rumania e Polonia dhe kanë pasur çfarë po ju ndodh atyre dhe kanë marrë masa. Në Çeki 73 fabrika, 22 kaluan kriteret, pra 70% u mbyllën. Në Slovaki 28% u mbyllën. Pra, ajo që dua të them është që i kemi këto 30 fabrika dhe ne duhet të intensifikojmë. Kemi 30 fabrika në Shqipëri? 30 fabrika që janë me standardet larta. Ka 30 Shqipëria? Afërsisht 20-30 që janë me standardet mira. Nuk jam e sigurt për 30, po... Jo, ka dhe ka investime. Ka investime, 20-30 kanë investime të mira. Ndërkohë që gjithë politikë bërja duhet të përqendrohet tek baxhët dhe ato fabrikat të tjera të cilat janë jashtë standardeve, në mënyrë që ajo dhimbja që do vi, ose pasoja që do vi nga integrimi evropian, tjetë sa më i letë. Pra ne duhet të kërnohemi me fabrikat, ndërkohë që neve fabrikat përfliten çdo ditë. Unë dua të shtoj diçka, nuk ka vend për frikë edhe për ta prodhuesit e vegjël, sepse po ti referohet disa vendeve të Bashkimit Evropian, siç është Italia për shembull. Prodhohet në mënyrë artizanale. Italia. Po të shkosh në jugun e Italisë, për shembull të shkosh në Puglia, do shikosh prodhimin artizanal të mozzarellës. Po janë konsumus të mëdhenj të djathit. Po kultura italiane dhe standardet e prodhimit të qumshtit, freskët, po edhe të përpunimit të tij, natyrisht janë standardet e larta. Kështu që nëse ne do të marrim masat nëse ose biznesi i vogël i industrisë të prodhimit të qumshtit do të marrë masa për të plotësuar standardet dhe për të përmirësuar teknologjinë, mund të prodhojë dhe në kushte artizanale dhe produkte brenda standardit dhe të sigurta. Por këto kërkojnë, së pari kërkojnë kualifikim,
së dyti kërkojnë investime në informacion infrastrukturë. të parin njerë, se s'kan Trajnime, informacionin e duhur. kërkojnë që ata të edukohen, por njëkohësisht edhe të investojnë. Standardin e fermave. Të njohin mirë standard, patjetër. Të them një gjë nga praktika. Ku kam qenë në Akademinë e Wageningenit, na çoi një ditë Ministria e Bujqësisë së Hollandës, na çoi në një fermë. Me thënë vërtetën, kisha një pritshmëri të jashtëzakonshme. Pra, mendoj që do shikoj në një gjë të jashtëzakonshme. Ishte një fermë e thjeshtë, por me plotësim standardesh, ato standardet e duhura. Pra, po ta krahasojmë me fabrika si që kemi në Lufra, Zeni, Zepa e të tjerë, këto janë si Sheraton me 7 yje. Dhe neve ndërkohë, her pas herë veprojmë gabim në gjykimet tona. Unë mendoj që në këtë aspekt një rol i madh i takon akus, që në për punishten, për baxho, po edhe për fabrika, duhet të luaj rolin jo vetëm kontrollus, por edhe trajnus, këshillus. Leti lër afate, leti lër detyra, nuk ka asgjë të keqe në detyra, por njëkohësisht jo ta penalizoj, por ta ndjek problemin derisa ata të arrijnë në ato norma. Sepse shumë nga baxhot, shumë nga punishtet nuk kanë as informacionin e duhur se ku duhet të shkojnë dhe si duhet të shkojnë. E nisin një godin jashtë normave teknike. Duhet pastaj të arri prishin atë dhe të ngren nga e para. Gjë që rrit koston, rrit shpenzimet, nuk arrijet atje ku duhet se gjë që bëhet me andre nuk arri. Dhe ajo që... Pastaj do të hynë ato një proces formalizimi, Po, pa tjetër. Formalizimi financiar, fiskal. Të ketë konkurrencë ndershme në treg. Dhe ajo që duhet të ndodhë në Shqipëri është që kryesisht baxho dhe prodhimet artizanale duhet të dalin me logon e prodhuseve lokal. Me për shembull me djathra special, me djathrat lokal. Për shembull ne kemi traditën shqiptare, për shembull djathi i jugut, ose kemi djathin e Shqipërisë mesme. Jo, ashtu, më fal, profesor. Dhe ata për shembull, por vjet të re që disa baxho duan të prodhojnë edhe djathin feta, edhe djathin kaçkavall, edhe gjizën, edhe kosin, edhe gjithë shka. Ne kemi traditën tonë, kemi djatra tonë shqiptarë, që kanë embrat e tyre. Ne në treg themi djati jugut. Ata duhet të specializohen vetëm për një lloj produkti dhe ta kenë ekskluzivitet prodhimin e tyre. Por fatkeqësia është që pjesëtarët e AKU-s nuk i njohin vetë si duhet norma dhe rregullat e Komunitetit Evropian. Në mos gaboj ka qenë data 10, sepse isha një tjetër aktivitet paralel, pra aty ku zhvillua që takimin që organizua nga GIZ me drejtuesit e shoqatës europiane të qumshtit. Çfarë mesazhesh u përcollën nga ata dhe në veçanti për çështjen e aflatoksinës? Shiko, duhet ta përgëzoj GIZ-in, se solli një autoritet shumë të lartë në Shqipëri. Ka qenë një nga seminaret më të mira që unë kam marrë pjesë, një përgatitje e jashtëzakonshme, mesazhe nga më të mirat që unë mund të kem dëgjuar nga ekspertë ndërkombëtar. Solli goxha mesazhet e kooperimit, pra të bashkëpunimit midis shoqatave, shoqatave blegtorëve dhe shoqatave përpunuesve të qumshit që duhet ecin paralelisht me njëra të tjetra. Të kenë ura bashkëpunimi. Aflatosina, pyetjen që u bën në sallë, si e trajtoni, si është situata në Europë, në vendet e Bashkimit Evropian të aflatosinës, dhe se si e trajton. E shikova që u mendua të thot, përgjigjen e saktë, sepse në mënyrë të mbledhur e kemi, tha, një nga problemet tona, të cilën e trajtojmë, tha, një farë mënyrë dhe një mënyrë të fshetë, e tha, pak. Por, thot, të baza, thot, dhe kjo ishe për ministrin që ishe prezente, dhe që dhe autoriteti i kontrolit ushqimor, AKU-ja. Aje e cilësoj shumë qartë vendi kryesor i kontrollit zyrtar, se tash me rregulloren e re 625/2017 nuk kemi më inspektime, por kemi kontrollit zyrtar. Kontrolli zyrtar, thot, duhet të bëhet në mënyrë të intensifikuar në fermat blegtorale. Duhet të bëhet në prodhuesit e bazës ushqimore. Silazheve. Dhe
Kryesisht, ju ishte mirë informuar dhe për sistemin tonë, pra të gjithat e flon, zinxhirin, dhe importi, thot, i lëndës parë, i misrit që vjen, sepse e shpjegoj që aflatoksin rritet, thot, lagështia nga destinacioni që vjen, që hynë në Shqipëri, në magazinohet në Shqipëri, përpunohet, ndërkohë që kontrolli në fabrik nuk është kontroll burimor. Është verifikim shtesë ose marrë informacioni për ato fermat të cilat janë të identifikuara. Pra ne nisim mbrapsh të gjithë çështjen e kontrollit. Unë përmenda pak për analogji edhe atë rastin e aflatoksinës, por e njoh mirë në detaje këtë pjesë. Prodhimi i aflatoksinave dedikohet kryesisht të ushqyerit kafshëve. Jashtë standardeve, jashtë të ushqyerit me ngarkesa të larta mikotike, kryesisht atyre gjinive që prodhojnë aflatoksinë, rastin ton të Aspergillus flavus, i cili prodhon aflatoksinën. Dhe janë kryesisht koncentrate, bari, sana, silazhi, ato që janë burimet kryesore të aflatoksinave. Dhe aflatoksinat në organizmin e lopëve fillon dhe metabolizohen, kthehen metabolit të tjerë kancerogjen, të cilët pastaj eliminohen me anë të qumshtit. Por çfarë ndodh? Shpesh herë inspektoriatet, siç inspektoriati i ushqimit dhe ushqimit për kafsh, apo inspektoriatet në vendet e tjera, inspektoriatet analoge në vendet e tjera të Bashkimit Evropian, marrin masa drastike. Dhe me të drejtë mund të themi që kur niveli i lartë i aflatoksinave ka një rrezik të shtuar, sepse aflatoksinat njihen si substanca kancerogjene. Por çfarë ndodh? Ndodh që në një parti qumshti, ne mund të kemi një parti që grumbullohet në një tank qumshi, mund të vinë aburime të ndryshme, fermash. Dhe ai tanku që ku grumbullohet qumshi në fabrik mund të kemi përzierje nivele të ndryshme aflatoksinash. Se sa ka njëra apo ka tjetra parti e qumshit që vjen një tank grumbullues, këta nuk e dim. Dhe kryesisht ata përpunuesit, industria e madhe e qumshit kontrollon produktin final. Bën dhe matje në atje, por dhe produktit final. Ka të dy, mund të bëj matje, kryesisht ata bëjnë në hyrje dhe nuk më pak në produktin final, sepse duan t'i paraprik të rreziku. Dhe shpeshherë ndodhen matjet nuk janë të thjeshta, janë të vështira, sepse kërkohen pajisje instrumentale për të matur në ato nivelet ulta të detektimit, dhe ndodh që një parti, për shembull, mund të ketë nivele të larta aflatoksinës, por kjo parti mund të bllokohet dhe nuk mund të penalizohet i gjithë biznesi, sepse partia tjetër ose tjetër mund të jetë brenda normave. Problemi dhe sepse në qoftë se do të stimulojmë krizat të tilla, ne do të dëmtojmë patjetër prodhuesit dhe të shkaktojmë kriza në të gjithë vendin për qumshtin. Për faktin sepse ne kemi pasur nivele aflatoksinash, kemi dhe do të kemi. Nuk e minimizojmë dot. Myqet në ushqimin e kafshëve do rriten. Ne nuk mundet që kafshëve t'u japin ushqime sterile, është e pamundur. Apo tani që tregjet janë të hapura, aksesi në tregje për të marrë lëndë parë qumësh e kanë të mundur të gjithë industria përpunimit qumshit. Hungaria ka qumësh me sasi dhe me vlera të larta, dhe me vlera parametra. Europa është ngurt në standarde, në vlera, po të shikosh vendet e tjera, normat në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Japoni, në Kanada janë më të larta. Sepse ata e njohin realitetin. Ata e pranojnë që qumësh, të prodhosh qumësh me nivel 0 të aflatoksinës është e pamundur, sepse nuk mundet që e gjithë ushqimet e kafshëve të jenë të lirë edhe të janë të pastra nga myqet. Është e pamundur. Kontrolloni doganat ishte mesazhi i zotit Aleksandr Anton atë dite. Kontrolloni doganat, kontrolloni sepse një nga rrisjet, analiza riskut, janë nga ato vende që janë të notifikuara
që kanë aflatoksin. Nuk dua të përmend emrat, sepse... Aflatoksin në ushqim për kafshë? Po, ushqim për kafshë. Unë dua të jap një rast, për shembull, fali Liri. Dhe mesazhi i dytë ishte që kontrolloni fermat dhe shmangni, pra minimizoni zonat e pastra. Pra mos harxho ti, si autoritet, mos harxho paratë e taksapaguzëve shqiptar, të shkosh të kontrollosh një zonë të pastër, pra një fabrikë e cila është e rregullt e pastër, pra por shiko ato vende ku ka origjina. Imagjinojte edhe qumshti shiko çfarë do të ishte analizuar për aflatoksin. Edhe në vendin ton, po edhe në vendet e tjera, për shembull ushqimet e kafshëve transportohen me vapor ose me kargo të mëdha, të cilat rifugjo, pa paketuar. Dhe ato në kushtet, për shembull, në kushtet të transportit detar, mund të marrin lagështirë. Dhe imagjinoj që një ngarkesë e madhe me një vapor të cili mund të vi në një kontinent tjetër dhe të sjell ngarkesa misri, ai brenda një muaji mund të myket. Patjetër. Ose disa 2 javë ose 3 javë që mund të doj transporti. Ai futet në treg, shpeshherë ai edhe ajo parti e futet në treg, ajo është e gjithë, mund të jetë e gjithë me ngarkesat e larta të aflatoksinës. Dhe ajo futet në industrinë e përpunimit ose prodhimit të ushqimeve për kafshë. Unë në pak e rasfi. Dhe atë që shikojnë në rast për aflatoksinën janë vendet ku ka prodhim të lartë në Ballkan, pra kryesisht Serbia, që ne jemi importuesi i këtij vendit, dhe duhet të jetë një analizë risku para ku unë të kontrolloj hyrjet që kemi. Prandaj larguar përpunësit tanë nga Serbia. Kanë marrë në Austri, kanë porositë në Spanjë. Po të transportit të ngarkesave të ushqimeve për kafshë. Kjo ka qenë një nga arsyet që janë larguar nga Serbia për punësit tanë për të marrë lëndë të parë. Për shkak të edhe ushqimit për kafshat me shumë lagështi dhe me myqe. Dhe madje po marrin Hungari, aktualisht në Austri, në Spanjë. Edhe me çmime, Poloni, Hungari. Zoti Aleksandr Anton tha se dikush bëri një pyetje në sallë aty, 36 deri në 48 cent një litër. Se subvencionohen andaj nga. Subvencionohen. Prandaj duhet ta shikojmë çështjen një çik me një lloj nëse hyn pastaj në politikë ne bëjmë emisione të tjera, patjetër. Ne duhet të japim mesazhe edhe për merakun e situatës konkrete. Ne duhet të japim një mesazh të qartë edhe për fermerët tanë, fermerët në Shqipëri, që duhet të kenë kujtesë në të ushqyerit e kafshëve. Edhe duhet trajtojnë ato sipas standardeve. Për fat keq ne kemi trashëguar nga kaluara një kulturë të dobët në trajtimin e kafshëve të ushqyerit dhe bashkëtimin e tyre. Po e tregon vetë rendimenti mesatare, rendimenti që kemi ne 2900 litra për lop në vit. Qofse të hedhësh stillash të kalbur dhe të mykur, kasht apo ushqime të tjera të mykura, natyrisht nivelet të larta të aflatoksinit do të presë qumësh. Mesatare e Bashkimit Evropian 7500 litra për lop. Megjithatë, largimi i zooteknikëve nga sistemi i kontrollit dhe bashkëpunimi me veterinerët në ajo ka dëmtuar shumë në drejtim të ushqyerjes kafshëve, se dhe ata duan informacion. Gjithsesi, unë dua të theksoj që Shqipëria është në një fazë ku ka filluar investimet për krijimin e fermave të mëdha të gjedhit, që janë promotorë të zhvillimit të industrisë së prodhimit të qumshtit, për faktin sepse janë ata që duhet të mbështesin fuqishëm ata që duhet të dominojnë në prodhimin e qumshtit. Për shembull, po t'i futemi statistikave të vendeve të zhvilluara, diku tek mbi 70% e prodhimit të qumshtit i dedikohet fermave të mëdha, dhe jo fermerëve të vegjël. Në fakt, ne jemi e kundërta. Ne jemi e kundërta. Dhe shteti shqiptar dhe Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural duhet të stimulojë patjetër zhvillimin e fermave të mëdha të prodhimit të qumshtit. Jam në limite. Bashkimi Evropian e përpasoi edhe Shqipëria, normën e aflatoksinës e ka 0.05. Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Japonia e kanë 0.5, pra 10 herë më të lartë. Ne kjo i bie që ata nuk e duan popullin e vet, qytetarëve, se në gjykimin tim është një Bashkimi Evropian ka vendosur këtë normë edhe për të mbrojtur nga qumshti atyre. Për të penguar importin. Por ata dhe konsumatorët më të mëdhenj që qumshi. Patjetër. Duat duke njohur sistemin edhe shko çfarë ndodh. Vendet e zhvilluara siç Japonia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë liberal tek limitet e normat. Por ka një nga
dhe janë një nga vendet ku kanë inspektimet dhe kontrolet më rigoroze në botë. Europa si komunitet është një vend i formuar nga shtetet të ndryshme, normalisht mënyra e qeverisjes është ndryshe dhe vështirësia e inspektimit unik dhe informacionit shpeshherë mungon. Kështu që Europa ka zgjedhur këtë formë, të shtrëngoj tek limitet, tek standardet, në mënyrë që të frenoj pastaj rreziqet. Ky është një lloj mekanizmi që ka zgjedhur Europa. Unë nuk kam më kohë për alertin e sotëm. Ju falenderoj shumë që ishit. Ishte kënaqësi që diskutuam. Do të shihemi të premten e ardhshme në 21. Ky është fundi i programit për ditën e sotme. Mos harroni ritransmetimin nesër në 13:30. Deri atëherë mirupafshim.